Të nderuar shikues, mirë se erdhët në emisionin e dytë Qesh Quiz, ku sërish do të përpiqemi që të vlerësojmë diturinë e pjesëmarrësve tanë. Besoj se këtë javë jeni përgatitur, sepse javën e kaluar nuk keni dhënë asnjë përgjigje të saktë. Unë mendoj që këtë çka po e thoni ju nuk është as pak e saktë. Unë pikërisht mendoj që javën e kaluar unë kam dhënë përgjigje të sinkronizuara dhe nëse të filozoferisht, ja? Thoj për vlla, mama e nuk dish asnjë përgjigje. Mua kat ma ushimen çum këto. Ma që shoh fikshin. Ju lutem tani mos fillojmë përsëri me konflikte me zën ka sjerën e kaluar. Duhet që në fillim të bëjmë nxemje që të jemi më të koncentruar. Fikshi, mos u bën hajdut. Pse? Po këtu vetëm unë jam intelektual dhe vetëm mua më jepet e drejta të flisi në gjuhë letrare. Ma edhe ka troni. Ma ka të ma është benan, fërsin shpaj. Ju lutem. Mo bën se kish si mauti men që më nuk din asnjë. Mos bëjmë kështu. A mund të vazhdojmë me pyetjet? Po. Shumë mirë. Vazhdojmë me pyetjen e parë. Kjo lidhet me ju, zotëri Trani, me profesionin tuaj. Çka do të ndodhte sikur pjesëtarët e qeverisë për një moment të ngeleshin të ngujuar në ndonjë shkretëtir? Nuk kam tekst. Do të ishte një tragjedi kombëtare. Do të ishte një hap prapa. Far tragjedeje be muja fejt kote kot. De ishim knaq ne po të kishë ndodhë kjo gjatë. Ju lutem. Mos ndërhin, keni ju përgjigjet sa? Po si nuk ka. Urdhro. Eshte. Po të kishë ndodhë në një situatë të tillë, këto politikantë, në shkretajnë të kishin bet, tani e piks pari këto do çuditshin, se kanë met ataj. Mëse piks diti, këto da majshin një mbledhje komplet, e ne dhe kishin vendos në atë mbledhje gji bëhet çmimi i kësaj grellës, ta vendosin çmimin e grellës. Mas kësaj, dhe kishin vendosën e një gjatë tjetër. Ta hipin çmimin e grellës, se këto janë çatenet e grella çume. Unë nuk mund të lejoj intinuita të këtilla. Më vjen keq zotëri Trauni, por përgjigja është e saktë. E saktë, normal se e saktë. Shkojmë me pyetjen e dytë atëherë, e cila ka të bëjë prap me politikën. Si ta hetojmë se një politikan gënjen? I nderuar, mua ky quiz është duke më ngjarë sikur bëjmë pyetje kundër politikanëve, ha? Mendoni edhe ju kështu? O Trani, ngjoshoq. Ne nuk jena as kundër politikanëve, po ta dish një gjë, as me politikan nuk jemi. Shiqoni, mendoj se këtë qasje nuk duhet ta kemi në këtë moment. Ju lutemi të përgjigjemi. Unë abstenoj. Puf kapi politikanëve. Po hajt betaj përgjigju taj. Po maje, unë bollu përgjigja. S'kam ma kapacitet për qaq. Po, ju zotëri Fikshi? Shikni, duket se keni një nuhatje të holl se kush mund t'i di përgjigjet. Kështu, pyetja ishte se si mund ta vërejmë një politikan se gënjen, apo? Po. Shumë e thjeshtë. Marrim dhe analizojmë një politikan. Së pari vërejmë buzët. Në qoftë se buzët ati lëvizin. Dhe në të njëjtën kohë, dhe gjohet një zë, automatikisht kjo tregon se ai gënjen. Urime! Shumë mirë, për ide saktë. Urime. Zoti Trani, duket se nuk punon Trani nise, Mirë, atëherë vazhdojmë, i lëm pyetjet e nxehta të politikës dhe vazhdojmë me pyetje më të lehta. Vazhdojmë pra. Çka ndodh me një burr kur heton një grua të bukur? Po kështu. Unë mendoj që shizo vetëm pak. Duhet të koncentrohet. Unë mendoj që nuk e di. Po normal be nuk e din. Ngjot. Kur një burr e heton një grua të bukur, ai automatikisht shndrohet në dyetar. Shumë mirë, por pyetja ka edhe pjesën e dytë. Çka ndodh kur një burr tani më e ka zënë një grua? Po shta nuk i di këtë përgjigjet. Urdhra? Ju lutem. Kur një burr tani më e ka zënë një grua, nga gjuetari kalon në viktimë.
Sakt. Zotri Trauni, deri tani asnjë përgjigje të saktë. Unë mendoj që këto lloj pyetjesh nuk janë të nivelit tim intelektual. Qallo be niveli jot. Te be vllap, pse nuk e thash se e ke marrë shkollën me të njohshëm? E pse ka si ndrej çështje nek te para neve ta? Unë më nuk mund t'i toleroj këto ofendime. Ju faleminderit, ju vazhdoni. Ju lutem, qëndroni këtu se ju e dini se kush ju ka sjellë në këtë quiz. Mirë, vazhdojmë. Vazhdojmë, po. Jemi tek pyetja e fundit për këtë javë. Një burr të vërtet nuk mund ta shihni asnjëherë se si hekuros dhe si i lan rrobat. Pse? Këtë pyetje e di unë. Shizo, mundet vetëm pak të komunikojmë. Unë mendoj që burri i kryen këto obligime para se të zgjohet gruaja. Provoje, bibe. O, Shizo, mos provoko. Të nderuar shikues, ky ishte qesh quizi për këtë javë. Shihemi javën tjetër. Faleminderit. Faleminderit.